Në gjëvan e kalume folme për disa prej veçorive dhe prej cilësive të Mekës së Vegat. Ku thamë se qabja, xhamia e shejt në të është xhamia e parë e cila është ndërtu në tokë. Po ashtu përmendme dhe thamë se Mekën Allahu Azza wa Jalla ka quajtur Al-Baladul Amin, vendi i sigurt. Po ashtu thamë se Allahu Azza wa Jalla këtë vend e ka madhnuar në zemrat e robërve të tij dhe është vend në të cilin shumohen veprat e mira edhe rëndojnë veprat e këqija. E po ashtu përmendme se emri i këtij vend, Mekë, në gjuhën arabe vjen nga fjala Tamukul Jababira, i shtyp edhe i shkatron të gjithë ata që dojnë me pa zullum edhe pa drejtsinë e të. Sot me lejnë Allah subhanahu wa ta'ala kena me vazhduar me përmend pjesën e metun të tyne cilësi dhe veçori me lejnë e Allahut Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala këtë vend Qaben e ka quajtur Bejtullahi el-Atiq, që në gjuhën shqipe të me thanë shtëpia e lirë e Allahut dhe po ashtu shtëpia e lashtë. E lirë sepse atë nuk ka arrit me emposht asnjë zullumçar i cili ka dashur me pa drejtsinë e tokë, dhe po ashtu e lashtë sepse është xhamia e parë në tokë, siç na tregojnë argumentet fetare. E Allahu Azza wa Jalla thot në Kur'an: "Waliyatawafu bil baytil atiq", dhe le t'i bëjnë tawaf, le t'i vinë rrotull shtëpisë së lashtë. Njerëzit kanë me kanë në mirësi, kanë me vazhdu me kanë në mirësi përderisa kanë me e madhnu dhe me i dhanë pozitën që i takojnë këtij vend të vegat. E as feja as dynjaja jonë nuk kanë me kanë në rregull nëse na nuk i me i dhanë pozitën që e meriton. Argument për këtë është fjala Allah subhanahu wa ta'ala: "Ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayta al-Harama qiyaman lin-nasi wash-shahra al-Harama wal-hadya wal-qala'id." Allahu thot, Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, Allahu e ka bërë shtëpinë e shenjtë e Qabës, muajin e shenjtë, qurbanin dhe shenjat e tyne, vlera të përhershme për njerëzimin. Abdurrahman as-Sa'di, dietari i njoftën, ka thënë në lidhje me ajetin që përmend me Allahu i madhnum njofton se e ka bërë Qabën vlerë të përhershme për njerëzit, me anë të së cilës ata e madhnojnë atë. Nëse ata e madhnojnë atë, atëherë ka më rregullum dhe me u sistemu dënjaja e tyne dhe feja e tyne. Allahu subhanahu wa ta'ala Mekën e zgjolli, e nderoi, ja përngjiti vehtës së tij, duke e nderu dhe duke e mbrojt atë, ashtu si thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'an kur i drejtohet Ibrahimit alayhi salam, të dashurit të tij, duke i thënë: "Tahhir baytiya lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'i sujud." Dhe pastroje pra shtëpinë tënde nga idhujtaria, për ata që vinë rrotull saj në shenjë adhurimi dhe për ata që rrinë në kam për kulen dhe binë në sejdë duke u falë pra Allahut Azza wa Jalla. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar për dashurinë e madhe që kishte për këtë vend të vegat, duke thënë: "Wallahi innaki la khayru ardillah." Pasha Allahu, thot pejgamberi alayhi salam, duke u drejtuar Mekës në kohën kur ato e nxjerrën prej Mekës, populli i tij e nxori prej Mekës edhe detyruan që me bë emigrim, u largu. Pasha Allahu thot: "Jeto ka më mirë tek Allahu. Wa ahabbu ardillahi ilay." Edhe vendi më i dashtën për mu, thot: "Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajt." Edhe nëse nuk kishin me më nxjerrë prej teje, unë nuk do të kisha dalë dhe nuk do të kisha largu. Meka është vendi në të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala caktoi ritet dhe adhurimet e veçanta për robërit e tij. Po ashtu atyne i ka bë obligim vizitën e këtij vend, qoftë për atë person që e ka afër apo e ka larg, duke e bë vizitën e këtij vend shtyllën e pesë të Islamit. Ai i cili hyn në këtë vend, hyn i përulën kundrejt Allahut Azza wa Jall dhe i nënshtrum duke vesh ato rrobat e bardha të ihramit. Allahu subhanahu wa ta'ala ne na tregon në Kur'an duke thënë: "Thirrni njerëzit për në haxhillëk." Ata do të vinë në kam dhe me deve dhe prej të gjitha viseve të largëta.
që të dëshmojnë dobit e tyne dhe të përmendin Allahun, emrin e Allahut në ditë të caktuara mbi kafshët për kurban të cilat ju ka dhuru ai. Hani mishin e tyne dhe ushqeni nevojtarin e varfër. Po ashtu në Mekë ndodhet qabja e nuk ka në një vend tjetër ku është prej fesë Allahut Azza wa Jall që me u puth apo me u prek ky vend me qëllim adhurimit vetëm se guri i zi dhe prekja e Ruknul Yemanit, të cilat të dy janë pjesë e qabës. Ndërsa prekja apo puthja apo tawafja për kërkimi i bereqetit në vende të tjera, ajo nuk është prej fesë Allahut Azza wa Jall dhe mundet me shku edhe deri në shirk në atribim të adhurimit dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, siç i shohim disa njerëz që i veprojnë në disa vende të veçanta. Meka po ashtu është drejtimi i muslimanëve në namazin e tyne, ato i luten Allahut Azza wa Jall edhe i falen Allahut subhanahu wa taala duke u drejtu Mekës së bega, Qabës së nderuar. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Fawalli wajhaka shatara al-masjidi al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara." Prandaj ktheje fytyrën tonë nga xhamia e shenjtë, nga Qabja, dhe kudo që të gjendeni ktheheni fytyrën nga kjo anë. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Gjëmatin e nun, për pozitës e na që Allah subhanahu wa ta'ala i ka dhënë Mekës, është se na jena obligume në rrugët vend. Edhe prenërimi të këtij vend është që mosbesimtari, ai i cili nuk e beson Allahun Azza wa Jall, nuk hin në këtë vend të shenjtë. Dhe kjo më argument për fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala, i cili urdhnon në Kur'an duke thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da 'amihim hadha." O ju besimtar, me të vërtetë që idhujtarët, ata të cilët adhurojnë dikë tjetër se bashkë me Allahun Azza wa Jall, janë të papastër për shkak të besimit të tyre të gotë, të shirkut, të idhujtarisë që kanë. Prandaj le të mos i afrohen ma xhamisë së shenjtë pas këtij viti. Po ashtu për veçorive të saj se Allahu Azza wa Jall e ka ruajtur Mekën prej sprovës së Dejjalit dhe prej sharrit të tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon në hadith duke na thënë: "Laysa min baladin illa sayata'uhu ad-Dajjal." Çdo vend Dejjali ka me shkelë, ka me kaluar atë. Thot illa Mekkata wal Medina, përveç Mekës dhe Medinës. Pra përveç këtyre dy vendeve të shenjta. Përveç Mekës, ku është xhamia e shenjtë, dhe Medinës, ku është xhamia e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Laysa lahu min niqabiha naqbun illa alayhi al-malaikatu safina yahrusunaha. Thot nëse cilin për kufive ka ëngjëj të rreshtuar pra për kufive të këtyre vendeve, ka ëngjëj të rreshtuar të cilën i ruajnë ato pra prej sherrit të Dejjalit. Po ashtu për këtë vend dhe për banorët e tij, Ibrahimi alayhis salam i dashur i Allahut Azza wa Jall, i na thonë që është lut për ta. Kur Ibrahimi u lut Allahu Azza wa Jall, Zoti jam banë këtë vend qytet të sigurt dhe furnizoi me prodhime banorët e tij ato që besojnë Allahun dhe në botën tjetër. E po ashtu na tregon për fjalët e Ibrahimit alayhis salam, i cili thotë: "O Zoti jon, unë kam vendos disa nga pasardhësit e mi në një luginë që nuk mbillet, afër shtëpisë tonë të shenjtë që ata të falin namazin, prandaj ban që disa nga zemrat e njerëzve." Pra thot disa, nuk thot të gjitha. Dhe pse thot nuk thot të gjitha, kina me dalë kur cek shpjegimin e Ibn Abbasit radiallahu anhuma. Thot prandaj ban që disa nga zemrat e njerëzve të ndjejnë dashamirësi për ata dhe jepu fruta me qëllim që ata të falenderojnë. Ibn Abbasi radiallahu anhu ka thënë në lidhje me ajetin, sikur Ibrahimi alayhis salam të kishte thënë pra gjatë duas së tij, gjatë lutjes së tij, bën që zemrat e njerëzve, pra të gjithë njerëzve, edhe jo të disa prej tyre, atëherë persët, romakët, hebrejt, të krishterët dhe të gjithë njerëzit do të drejtoheshin për tek ai vend pra nga ndjenja e dashamirësisë, sepse kjo lutje i është pranuar Ibrahimit alayhis salam. Po ashtu veçori tjetër se Meka është quajtur Ummul Qura.
Që dhe me thonë, është për qëllim që ky vend është baza dhe origjina, ndërsa vendet e tjera janë ndjekse të këtij vend dhe pasuese të këtij vend. Po ashtu për veçorive është edhe se në këtë vend grumbullohet besimi, grumbullohet Islami. Ashtu siç na ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra në momentin që ka me ulërshu feja në vendet e tjera, në këtë vend grumbullohet imani dhe besimi tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Në lidhje me këtë thot profeti sallallahu alaihi wasallam, inna al-islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Me të vërtetë që Islami ka filluar si i huaj dhe ka për të rikthyer si i huaj, ashtu siç ka nisur përpara. Sepse feja Allahu subhanahu wa ta'ala kur ka nisë e huaj në mesin e njerëzve. Ka një diçka që i ka rënesh frymës e njerëzve. Dhe ka me ardhur një kohë, siç ta tregon profeti sallallahu alaihi wasallam, që Islami ka me qenë i huaj në mesin e njerëzve, edhe kjo kohë ka ardhur. Lusim Allahun azza wa jalla na bë për të shikapën me sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe vazhdon të thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ya'rizu bayna al-masjidayn kama ta'rizu al-hayyatu fi juhriha. Edhe ka me umledh kë iman, pra do të mlidhet mes dy xhamiave të shenjta, në Mekë dhe në Medinë, mes tyre dy xhamiave ka me umledh imani ashtu siç mbledhet gjarpni në vendin ku qëndron ai. Pra ky Islam ka me umledh mes këtyre dy xhamiave ashtu siç mbledhet gjarpni në strofullën e vet në vendin ku qëndron ai. Po ashtu për rëndësi që Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dhënë këtij vend. Arse është betu dy herë në Kur'anin famlart në lidhje me Mekën duke thënë la uqsimu bi hadha al-balad wa anta hillun bi hadha al-balad. Betohem për këtë vend në të cilin ti je i lirë o Muhammed, dhe po ashtu ka thënë wa hadha al-balad al-amin, dhe pasha këtë qytet të sigurt, pra për Mekën është betu Allahu azza wa jall. Betimi nga Allahu subhanahu wa ta'ala në diçka përveç tjetër, Allahu azza wa jall tregon madhninë e atij vendi. Kur betohet Allahu azza wa jall për diçka, tregon që kjo gjë ka peshë tek Allahu subhanahu wa ta'ala, ndërkohë që ne, me që ja vlen për të cek, ne nuk na lejohet të betojmë në diçka tjetër përveç se Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe kjo është shirk i vogël, tinte pjesa e idhujtarisë. E Allahu subhanahu wa ta'ala nuk pyetet për çka bën, siç thotë la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ai nuk pyetet për çka bën, por sa ata pyeten, por krijesa pyeten. Në lidhje me betimin në diçka tjetër përveç se Allahut azza wa jall, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thënë men halafa bi ghayri Allah faqad kafara aw ashrak. Ai cili betohet në diçka tjetër përveç Allahut azza wa jall, ai ka rënë në mosbesim apo ka bërë shirk, ka rënë në shirk në idhujtari. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Format e këtyre betimeve janë të shumta, dikush thot pasha kryet e filanit, apo dikush betohet pasha shpirtin e fistekut, apo pasha kyt buk, apo pasha kyt nat. Dhe kanë këto lloj formash betimesh. Hin tek shirku i vogël. Hin tek shirku i vogël i cili nuk e nxjerr njeriu nga Islami, por se është rrugë për drejt daljes nga Islami. Sepse është një diçka për të cilës na ka ndalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe shirku si shëdina ka një rrezikshmëri të madhe, sepse është tepër i rrezikshëm për këtë na ka tërheq vëmendjen Allahu azza wa jall. Ashtu siç i thot Luqman djalit të tij, i thot ja bunayya la tushrik billah. O biri im, i thot duke këshilluar të birin e tij, thot o biri im, mos i shoqërosh shok Allahut azza wa jall në adhurim, inna shirka la zulmun azim. Të vërtetë që në adhuru dike se bashku me Allahun azza wa jall është një padrejtësi shumë e madhe. Po ashtu Allahu azza wa jall kur i drejtohet profetit sallallahu alaihi wasallam, i drejtohet duke i thënë o laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik, të ashpall ty o Muhammed dhe atyre që kanë qenë para teje, la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Nëse kemi bërë shirk, nëse kemi adhuru dike tjetër se bashku me Allahun azza wa jall, veprat tuaja kanë me u zhvlerësu, wala takunanna min al-khasirin, dhe me kanë prej të humburve, prej të dështuar, thot Allahu azza wa jall. Po ashtu thot në Kur'an, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Në të vërtetë ai i cili i shoqëron shok Allahut azza wa jall në adhurim, Allahu ja ka bërë haram xhenetin
vendi i tij është zjarri edhe zullumçarët nuk kanë pas ndihmëtara. E këtë shirk Allahu Azza wa Jalla nuk e fal, sepse thot inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Allahu Azza wa Jalla nuk fal që t'i shoqërohet atij ortak në adhurim, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, edhe ja fal gjunahet e tjera atij person që don, nuk ja fal ato. Prandaj duhet më rujt për shirku të madh dhe për shirku të vogël. Shirku i madh na nxjerr nga Islami, kurse shirku i vogël nuk na nxjerr përsa rrugë për drejt dolja nga Islami. Edhe këto betime me që ishim në kontekstin e betimeve, betimi nuk i lejohet muslimanit absolutisht që me u betu në diçka tjetër përveç se Allahun subhanahu wa ta'ala.